Territori shqiptar për datën 15 maj 2026 do të karakterizohet nga moti paqëndrueshëm me reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit dhe kthjellime të herë pas hershme në juglindje. Paraditja do të sjellë reshje shiu në zonat qendrore dhe veriore, ndërsa në jug priten intervale me vranësira dhe reshje të dobta lokale. Pasditja vijon me mot të freskët dhe reshje të herë pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar, rreth 2 deri në 4 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:15 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:59 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 14 deri në 21 gradë Celsius. Kukës 11 deri në 19 gradë Celsius. Peshkopi 10 deri në 18 gradë Celsius. Tiranë 14 deri në 22 gradë Celsius. Durrës 15 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj 13 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan 13 deri në 22 gradë Celsius. Berat 12 deri në 23 gradë Celsius. Korçë 6 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë 16 deri në 23 gradë Celsius. Gjirokastër 10 deri në 20 gradë Celsius. Sarandë 13 deri në 22 gradë Celsius.